Përshëndetje dhe dashur miq, jam Zana. Ndërsa playeri jetë në internet, janë bërë pjesa e jetës së përditshme. Pjesë vetën se si do të jetë posta e shpejtë e së ardhmes, le ta pyesim inteligjencën artificiale. Më rekomendoni një vend në Pekin ku mund të shohë përdorimi e automjeteve logjistike pa shofer. 新石器无人车是北京亦庄的一家领先的无人驾驶物流车制造商，其在技术、产品、运营等方面都取得了显著成就。Inteligjenca artificiale e zi mësa se mund të udhëtojmë me një minibus pa shofer që na çon të lehtë e në fabrikë. Le të nisemi së bashku. Udhëtimi tani është vërtet I lehtë. Vetëm të zgjidhni orarin përmes aplikacionit në telefon. Dhe minibusi pa shofer vjen në kohë për të marrë. Ky minibus e ndjet trafiku kudo dhe mund të dëshmojë bangesat automatikisht, duke planifikuar rrugët në kohë reale përmes teknologjisë 5G. Shikoni mbritëm në fabrikë. Këtu është qendra logjistike e automjeteve pa shofer. Ato po përgatiten të nisën për tërkimi e postës së shpejtë. 杨老师你好，你好，很高兴来到咱们这新石器智慧物流中心，能给我们介绍一下吗？好，新石器很早就从09年开始我们就 Ne kemi filluar që në vitin 2009 të merremi me fusha që lidhen me logjistikën, si për shembull pajisjet portative për postierët dhe kasetat automatike të shpërndarjes së postës së shpejtë. Të gjitha këto janë produkte të kompanisë sonë. Që prej vitit 2009 deri më sot ne kemi punuar në mënyrë të qëndrueshme për këto produkte dhe për shumicën prej tyre ne kemi patentat tona të shpikjeve. Nga viti 2016 kemi nisur zhvillimin e automjeteve pa drejtues dhe sot në treg operojnë ndashmë 3 llojet kryesore të makinave tona. Modeli X3 që ka një shpejtësi maksimale prej rreth 50 km/h dhe modeli X6 që arrin deri në 60 km/h. Ka edhe një model X12 I cili është më I madh. Në këtë ekran të dhënash këtu mund të shihni automjetet që janë aktualisht në punë.对，1万多台车。 Po, kemi mbi 10.000 makina në funksionim dhe distanca e përgjithshme e përshkuar në mënyrë të sigurt prej tyre ka arritur mbi 50 milion kilometra. Sa u përket fushave të përdorimit, ato janë kryesisht në logjistik dhe shpërndarjen e postës. Siç mund të shihni, ky vend është I ndarë në 2 kate. Në pjesën e sipërme ndodh sistemi I ndarjes automatike të pakove, ndërsa në hapësirën e poshtme lëvizin makinat pa drejtues. Ato parkojnë në ndarjet e tyre përkatëse, hapin automatikisht të kapakun sipër, ngarkohen me pako, marrin sinjalin që janë gati dhe më pas nisen vet drejt destinacionit. 这也是我们很多网友很好奇的，就是像这样的智能的物流车，会不会影响到那个快递员的那些就业岗位呢？ Sipas për llogaritjeve tona, një automjet pa drejtues që bashkëpunon me një postier mund të arrijë efikasitetin nga 100 deri në 200 pako në ditë në një nivel shumë më të lartë. Shumë prej këtyre teknologjive janë krijuar për të ndihmuar njeriu për të rritur rendimentin dhe për të përshtatur shërbimet me kërkesat e zhvillimit shoqëror. Le të shohim bashkë si funksionon një automjet pa shofer. Në përmjet algoritmeve të inteligjencës artificiale, automjeti pa drejtues I modelit X3 mund të analizojë mjedisin përles në kohë reale,
dhe të planifikojë rrugë optimale të dërgimit. Ai mund të ecë në mënyrë autonome me shpejtësi deri në 60 km/h në rrugët publike të qytetit, dhe madje mund të kalojë edhe në rrugësat e ngushta me një gjerësi prej vetëm 1.5 metrash. Ky automjet mund të dërgojë 200 deri në 300 pako në çdo udhëtim të tij, që është 1.5 herë më shumë se automjetet tradicionale të dërgimit. Rrezja e këtij udhëtimi të prej 150 km/h është e mjaftueshme për të mbuluar shumicën e nevojave të dërgimit. Që në vitin 2020, Pekini nisi ndërtimi e zonës së parë të demonstrimit të automatizuar, automjet rrugë digjitale, e cila sot ka një sipërfaqe 600 m2 dhe mbështet mbi 1000 automjete autonome. Në maj të vitit 2021, Pekini njoftoi për herë të parë në vend vendosjen në rrugët të automjeteve të shpërndarjes padrejtues të kompanisë Newlix. Këto automjete padrejtues nuk shpërndajnë vetëm pako, por përdoren gjerësisht në kampuse universitare, lagje dhe qendra tregtare, madje punojnë edhe natën. Ato gjithashtu mund të jenë në detyrë 24 orë në ditë, në vende me popullsi të dendur, duke ndërmarrë detyra të tilla, si patrullimi, parandalimi, si edhe shpëtimi në raste emergjente. Në kohën kur logjistika zhvillohet me shpejtësi, drejtim pa njerëz po të transformon qytetet dhe jetën tonë. Në të ardhmen do të kemi postë më të zgjuar dhe më të besueshme. Faleminderit që më ndoqët, jam Zana, shihemi herën tjetër.